Mjeku me urdhër të prerë. Nuk do të vuani më nga tensioni i lartë nëse hani këto 3 ushqime. Tensioni mund të ulet duke bërë ndryshime në dietë dhe në mënyrën e jetesës, si dhe duke marrë mjekimet e rekomanduara nga mjeku. Sipas Brightside, në këtë video do të rendisim ushqimet më të mira të cilat fare lehtë mund t'i shtoni në dietën tuaj dhe do ju ndihmojnë në një menaxhim më të mirë të niveleve të hipertensionit në organizmin tuaj. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Nëse vuani nga hipertensioni, këto janë ushqimet më të mira të cilat duhet i keni pjesë të pandërprerë të ushqyerjes suaj për të menaxhuar edhe problemet që shkakton hipertensioni. Koriandra është një nga produktet më të mira ushqyese të cilat mund të luajnë role fantastike në mbrojtjen e organizmit. Kjo erëzë ndihmon në uljen e tensionit të gjakut. Ajo ka veti të mira diuretike, prandaj mund të ndihmojë njerëzit të cilët të vuajnë gjithashtu nga tensioni i lartë i gjakut. Ekspertët tregojnë se ato mund të reduktojnë edhe problemet e hipertensionit dhe t'i japin gjithashtu edhe një mbrojtje më të mirë për shëndetin tuaj. Prandaj, produkte të tilla natyrale mund të përmirësojnë shëndetin edhe të mbajnë larg edhe problemet që i shkaktohen. Ushqimet jeshile gjithashtu janë një ndihmë shumë e mirë për persona që kanë probleme me hipertensionin. Jeshilliqet rrisin nivelet e magnezit në trupin tuaj. Ato kanë veti të mira të cilat mund të ndihmojnë në uljen e hipertensionit dhe gjithashtu të përmirësojnë organizmin në të gjitha situatat. Frutat dhe pyllit janë një ndihmë shumë e mirë për ushqyerjen e shëndetshme. Luleshtrydhet, boronica dhe manaferat mund të ndihmojnë të ulni tensionin e gjakut. Janë të pasura me nivele të larta të flavonoideve, të cilat mund të përmirësojnë shëndetin tuaj dhe të evitojnë gjithashtu edhe komplikacionet e njëpasnjëshme. Ekspertët tregojnë se ato mund të ndihmojnë edhe kundër problemeve të hipertensionit. Avokadot, një zgjedhje e mirë për të luftuar tensionin e lartë të gjakut. Avokado është e pasur me kalium, një mineral i cili është kyç për veshkat gjithashtu edhe për lëngjet nga gjaku, duke ulur kështu presionin e tij dhe duke përmirësuar nivelet e shëndetit në trupin tuaj. Nëse vuani nga hipertensioni, në dietën tuaj nuk duhet të mungojë as selinoz. Selinoja përmban kimikate ftalate që mund të relaksojnë muret e arterieve tuaja duke ulur kështu edhe tensionin e gjakut. Përveç konsumit të këtyre ushqimeve duhet të bëni edhe vazhdimisht konsulta me mjekun tuaj, të mbani një jetesë më të mirë aktive gjatë ditës, të merreni me aktivitete sportive dhe të konsultoheni me mjekun tuaj her pas here për të ndihmuar në një menaxhim më të mirë të problemeve të hipertensionit edhe për të përmirësuar gjithashtu edhe organizmin tuaj në tërësi. Për të ulur tensionin e lartë të gjakut ose për të rritur tensionin e ulët, duhet të konsumoni disa ushqime të cilat mund të përmirësojnë qëndrueshmërinë e organizmit tuaj dhe të evitojnë gjithashtu komplikacionet e tij. Ekspertët kanë listuar ushqime të cilat mund të shtohen në dietën tuaj dhe të përmirësojnë gjendjen tuaj imunitare dhe të balancojnë gjithashtu edhe problemet që shkakton hipertensioni në organizëm. Nëse vuani nga hipertensioni në dietën tuaj mund të shtoni edhe përfshirjen e rrushit, një element ushqyes shumë i rëndësishëm që mund të luajë një rol parandalues kundër problemeve që shkakton hipertensioni. Në temperaturë të larta ai mund të ndihmojë dukshëm në këto raste dhe ta përmirësojë organizmin tuaj. Vetëm se duhet ta konsumoni atë brenda sasive të rekomanduara për të evituar kështu komplikacionet që shkakton hipertensioni në organizmin tuaj. Tensioni i lartë i gjakut mund të jetë gjithashtu edhe shumë i lodhshëm dhe stresues për përditshmërinë tuaj, por nëse e përdorni atë me kujdes, atëherë mund të përmirësoni edhe një mbrojtje më të mirë të organizmit dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Duke vënë ushqimet e duhura në pjatën tuaj, atëherë do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin tuaj dhe të parandaloni komplikacionet e hipertensionit. Sipas Eating Well, këto janë ushqimet më të mira
të cilat do ju ndihmojnë në përmirësimin e niveleve të hipertensionit dhe do të kthejnë në një shëndet më të mirë të organizmin tuaj. Lëngu i panxharit. Panxhari është i pasur me nitrate të cilat shndrohen në oksid nitrik. Kjo ndihmon enët e gjakut të relaksohen dhe të mbështesin edhe nivelet normale të presionit të gjakut. Lëngu i panxharit ka veti të mira të nitrateve më shumë se sa panxhari i gatuar, dhe ullumtimet tregojnë se pirja e një sasie të vogël të saj 2 herë në ditë mund të ndihmojë dukshëm në menaxhimin më të mirë të hipertensionit dhe sigurimin e një diete më të mirë ushqyese për organizmin tuaj. Arrat të pakripura. Arrat përmbajnë larginin e cila kontribuon gjithashtu edhe në prodhimin e oksidit nitrik. Bajamet dhe fistikët janë veçanërisht shumë të rëndësishme për organizmin dhe si të tilla mund të ofrojnë një mbrojtje më të mirë kundër luhatjeve të hipertensionit edhe mbrojtjen më të mirë të shëndetit. Si të tilla ato mund të luftojnë problemet që shkakton edhe luhatja në organizëm. Vetëm siguroni të bëni përzgjedhjen e duhur ushqyese edhe të menaxhoni më mirë komplikacionet që shkakton hipertension. Kosi. Edhe pse ka pak sheqer, kosi ofron kalcium dhe kalium, të cilat mbështesin shëndetin e presionit të gjakut. Kulturat probiotike ndihmojnë trupin të përthith më mirë lëndët tuaja ushqyese. Në dietën tuaj, në rast se vuani nga hipertensioni, shtoni kosi natyral të përgatitur vetë në kushte shtëpie, dhe rezultatet që do të merrni prej tij do të jenë të menjëhershme dhe të fuqishme. Ekspertët tregojnë se kivi është një ndihmë shumë e mirë ushqyese në rastin tuaj specifik dhe mund të ndihmojë gjithashtu edhe në një balancim më të mirë të organizmit dhe lehtësimin e komplikacioneve të tij. Kivit janë të pasura me nivele të larta të antioksidantëve. Studimet tregojnë se ngrënia e kivit 3 ditë me radhë mund të ulë gjithashtu luhatjet të pakontrolluara të hipertensionit dhe të përmirësojë dukshëm situatat tuaja përkatëse. Vetëm siguroni të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve për të menaxhuar më mirë shëndetin tuaj dhe për të evituar gjithashtu komplikacionet që ju kanosen. Shtoni produkte sa më natyrale vazhdimisht në dietën tuaj. Vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë përmirësimin e shëndetit dhe parandalimin e komplikacioneve të tij. Çokolata e zezë është një tjetër produkt ushqyes që mund të ndihmojë në betejën kundër problemeve që shkakton edhe hipertensioni. Lajmi i mirë është se çokolata e zezë e përbërë nga kakao natyrale mund t'jap gjithashtu rezultate të mira ushqyese edhe për shëndetin tuaj. Prandaj do ta keni më të lehtë të përmirësoni shëndetin dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tij. Është e rëndësishme që nëse vuani nga hipertensioni, përveç këshillave të mjekut, duhet të tregoheni të kujdesshëm edhe me atë që shtoni në dietën tuaj, pasi vetëm në këtë mënyrë do ta keni më të lehtë menaxhimin e situatës dhe të përmirësoni organizmin. Ekspertët cilësojnë ushqyerjen si një nga faktorët kontribues kryesor në menaxhimin e tensionit. Tensioni i lartë i gjakut është një gjendje shëndetësore nga e cila vuajnë shumë persona dhe si e tillë ajo mund të ndikohet nga shumë faktorë dhe gjithashtu edhe nga një shëndet i dobët. Në rast se vuani nga hipertensioni, tregohuni më të kujdesshëm edhe me ushqyerjen tuaj. Pastaj do ta keni më të lehtë edhe të përmirësoni shëndetin dhe të evitoni komplikacionet. Por dashuruesit mund të shmangin tensionin e lartë të gjakut përmes produkteve më natyrale. Prandaj, ekspertët listojnë ushqimet e duhura të cilat duhet i keni pjesë të rëndësishme të dietave tuaja. Ekspertët cilësojnë se sa më shumë produkte natyrale të keni pjesë të dietave tuaja, aq më pak probleme do të keni edhe me problemet e hipertensionit. Prandaj, në këtë rast do ta keni më të lehtë të menaxhoni situatën tuaj. Bananet janë një produkt fantastik ushqyes që mund të mbajnë larg komplikacionet e hipertensionit dhe të evitojnë gjithashtu komplikacionet që ju kanosen. Sigurohuni të bëni përzgjedhjen e duhur të ushqyesve për të menaxhuar edhe problemet që shkakton hipertensioni në organizmin tuaj. Vëmendje. Ju bëjmë dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë,
të mos zhvendësoj në këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.